Se u pengu dekretimi i kryeprokurorit të shtetit. A duhet që domosdoshmërisht kandidati për kryeprokuror të shtetit të ketë pëlqimin dhe miratimin e pushteteve tjera, siç ishte deklaruar ish kryeministri në kuvend. Unë e kuptoj, dikush mund të jetë edhe emocional në këtë pikë. Mendoj që Këshilli duhet të tregojë integritet dhe vendosmëri në ushtrimin e mandatit të tij, duke siguruar se vendimarrja për këtë proces, e veçanërisht çështjen e kryeprokurorit, bën vetë, se ka përgjegjësi dhe mandat, e asesi për shkak të ndonjë arsye tjetër. Këshilli e ka mundësinë të dëshmojë se është i pavarur dhe se i bindet vetëm mandatit të tij që buron nga kushtetuta dhe ligji, por sigurisht edhe mund të vazhdojë tutje kështu, duke dëshmuar për të kundërtën fatkeqësisht. Unë para jush edhe publikut i parashtoj disa pyetje që besoj se janë me interes për procesin. Pse u pengu dekretimi i kryeprokurorit të shtetit? Kush pati rol kyç në këtë proces? Kush i kontribuoi tutje kësaj pengese? A pati vërtet arsye kushtetuese, ligjore, njerëzore apo edhe morale për refuzimin e dekretimit? A duhet që domosdoshmërisht kandidati për kryeprokuror të shtetit të ketë pëlqimin dhe miratimin e pushteteve tjera, siç ishte deklaruar ish kryeministri në kuvend se prokurori propozuar për të bërë kryeprokuror i shtetit po don të bëhet kundër vullnetit kryeministrit, presidentit dhe kryetarit të kuvendit. Me shpalljen e konkursit për kryeprokuror të shtetit apo bie Këshilli në diktatin e pushteteve tjera, ndonse kjo përbën ndërhyrje flagrante në pavarësinë e punës së sistemit prokurorial. Unë besoj plotësisht, por dhe jo të gjithë e dini, por e dini edhe publiku, që nëse kjo ndodh, do të shërbejë si legjitimim i gjitha vlerësimeve të këqija dhe qëllimshme që janë bërë procesit, me të vetmen arsye që kandidati propozuar për kryeprokuror të shtetit nuk ishte në linjë me pushtete tjera. Pse nuk u bë dekretimi? Besoj që ja vlen të flasim pak dhe njoftohet edhe publiku. Nga sa kam pa, nuk ka pas asnjë arsye që të refuzohet dekretimi. Pikërisht mungesa e afatit kushtetues për presidentin u shfrytëzua për këtë rast. Nëse ka pas shkelje në këtë proces, kush i trajton ato? Sigurisht se Këshilli. Pas saj është edhe sistemi gjyqësor, nëse ka pas eventualisht procedura nga palët e autorizuara, unë se e di ka qenë një proces, madje edhe në gjykata të rregullta dhe në gjykatë kushtetuese. Në propozimin e Këshillit për kandidatin e zgjedhur për pozitën e kryeprokurorit të shtetit, presidenti nuk nxorri vendim të arsyetuar, por vetëm një njoftim të shkurtër, të cilin po ashtu as atë fatkeqësisht me ose pa qëllim sot nuk e kemi para vetes. Po ashtu u mbajt edhe një konferencë për media në atë kohë nga ish presidentja për kinse shkeljet duke marrë rolin e një arbitri pas një të drejtë. Nëse pati arsye për mos dekretim, pse nuk u nxorr një vendim i shkruar dhe i arsyetuar në detaje? Tani së fundmi Këshillit i është dërguar një letër nga presidenca përkatësisht ushtruesja e detyrës së presidentes, e cila siç mund të shihet bën një vlerësim politik të gjithë procesit, asesi institucional, kushtetues dhe ligjor, duke i kërkuar madje edhe Këshillit që sa më shpejt të shpall konkursin për kryeprokuror të shtetit. Si pretekst u marr një letër cilën zyrës presidencës ja kishte dërguar ushtruesi i detyrës kryeprokurorit zotri Çala dikon në muajin shkurt të këtij viti. A thua vallë cila është arsyeja që ish presidenti Osmani nuk ktheu asnjë përgjigje për rreth 45 ditë të letër, por u desh që atë ta pasoj një zyrtar tjetër publik përkohësisht në atë pozitë dhe t'i kthej përgjigje Këshillit. Kjo qasje është e papranueshme dhe do duhet që të refuzohej me vendosmëri nga Këshilli me integritet, pasi përbën ndërhyrje të plotë në pavarësinë e funksionit pavarur kushtetues. Nuk du t'i komentoj gjitha ato çfarë the, sepse nuk jam nga ata që komentoj vendimet as të presidentit as të institucione tjera të pavarura, secili ka jurisdiksionin e vet ligjor dhe kushtetues, dhe është mirë secili me kryj punën e vet dhe mos mu përzi në punën e tjetrit, aq më pak me ndërhyrë në punën e tjetrit. Konsideroj se në këtë rast ne nuk po ngutemi, po jemi të vonuar në këtë proces. Ushtruesja e detyrës presidentes, po e lexoj saktësisht çka ka thënë. Në të njëjtën kohë, duke ju referuar diskutimeve të zhvilluara gjatë takimit, e ka fjalën gjatë takimit me ju, dhe e fundit përrjedhoi hapja e konkursit për këtë pozitë nuk duhet vonohet më tej. M'fal kryesues. Kush është presidenti, ose kush është kryeministri, ose kush janë deputet për me na tregu neve kur hapëm konkurs. A mundesh më tregu? Ose nëse ata kanë pas ndikim tek kjo, me e betonizu këtë ide, tregoni tani. E keni mundësinë para publikut. Unë në rreth e poshtë. Për vetëm pozitë që duhet dekret nga ona e presidentit është pozita e kryeprokurorit të shtetit, apo kryeprokurorit të zyrës së kryeprokurorit të shtetit.
Dhe kjo është arsyeja që Këshilli zhvillon një procedurë, e dërgon një propozim, ndërsa dekretimi bëhet nga presidenti. Prandaj në pyetjen tuaj kush është presidenti, presidenti është ai i cili dekreton pozitën respektivisht kërprokurorin e shtetit. Pa një dekret të tillë nuk mund të zgjidhet. Kjo është domethënë ajo çka kisha më thonë. Pas 4 vite, thush që duhet presim edhe pak, nuk ka urgjenca vërtet, është e pakuptimt. Mos harroni, tash e so vite e kem sfidë, e kem vrejtjen nga raporti i progresit, mungesa e kryeprokurorit të shtetit. Kjo nuk është, unë e kuptoj, dikush mund të jetë edhe emocional në këtë pikë, mirë po asnjëri nga ne këtu nuk kemi qenë antar kur zhvillu një proces. Dhe një proces i mbetur peng për 4 vite shprefoq mungesën e vullnetit për të adresuar gjitha ato vrejtje që janë dhënë nga partnerët ndërkombëtarë dhe shoqëria civile, të cilat do duhej që mos pritej 4 vjet po të adresoheshin në kohë. Kush është për shpalljen e konkursit për emërim të kryeprokurorit të shtetit? 5 janë për, kundër, 1 është kundër, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 5 vota për, 1 kundër, abstenim nuk ka, shpall konkursin për emërimin kryeprokurorit të shtetit.